Gjakova është rënditur sot në orët e hershme të mëngjesit. Një konflikt në lokalin My Place përfundoi me një të vrarë dhe një të plagosur. Viktima është 38 vjeçari Rasim Binakaj, i cili nuk mbijetoi plagëve të marra nga arma e zjarrit. I dyshuari kryesor është pronari i lokalit, Nejdet Zymberaj. Ai ndodhet në Arati, teksa policia ka rrethuar zonën dhe ka sekuestruar 5 gëzhoja dhe një mjet të mprehët. Prokuroria ka cilësuar rastin si vrasje e rënd. Pas verifikimit të identitetit është mësuar se viktima është xhaxhaji i ish-finalistës së Big Brother VIP Kosova, Eliona Binakaj. Në rastin e fjalë ka mbetur i plagosurit një person i cili sipas informacioneve është jashtë rrezikut për jetë. Teksa policia po vjen kërkimet për autorin e rastit, motivet mbeten ende të paqarta. Gazeta Insideri do t'ju mbajë të informuar mbi zhvillimet e fundit.